Një tjetër hapësirë publike e krijuar për qytetarët është kthyer tashmë në një vend ku parkojnë automjetet. Në Lungomare, në projektin e Krenarisë së Vlorës, drejtuesit e automjeteve kanë nisur t'i lënë për orë me radhë makinat e tyre mbi trotuar. Imazhi i qartë i kësaj situate është sot e gjithë shëtitoria e Vlorës në total në të gjithë gjatësinë e saj, por disa vende të dedikuara janë kthyer në një parkim të përhershëm. Një ndërto është edhe zona pranë karburantit të vetëm në zonën e Lungomares, e cila çdo ditë pushtohet nga automjetet. Me dhjetra prej tyre parkohen në këtë pjesë të shëtitores, duke zënë edhe rrugën e kalimtarëve madje. Në pamundësi për e kaluar mes automjeteve që parkojnë aty, janë edhe nënat me fëmijë të vegjël me karrocë, apo të gjithë personat me aftësi të kufizuar, të cilët janë të detyruar të kalojnë në rrugën e automjeteve pasi ajo ku duhet të qarkullonin ata është e zaptuar. Madje në shumë prej rasteve automjetet arrin deri aty sa të bllokojnë madje edhe korsinë e biçikletave. Zakonisht janë mjetet të cilat janë në pronësi të banorëve të zonës, por nuk mungojnë as personat që e lënë automjetin e tyre mbi trotuar, qoftë edhe për të pirë një kafe. Në Vlorë vazhdon fenomeni negativ i parkimit të automjeteve sa më afër vendit ku qëndrojnë pronarët e tyre, pavarësisht se hapësira është trotuar, lulishta apo korsi biçiklete. E njëjta gjë ndodh edhe në Lungomare, teksa makinat mbi trotuar nuk bien as pak në sy të institucioneve të cilët duhet të mbronin territorin e të kërkonin nga drejtuesit e automjeteve zbatimin e kodit rrugor. Shumë prej drejtuesve të mjeteve çdo ditë megjithëse parkojnë për orë me radhë mbi trotuar, shpëtojnë sigurisht pas një ndëshkim me policinë e rendit, ato rrugore dhe veçanërisht bashkiake që i toleron. Tolerimi më pas sjell shtimin e fenomenit dhe zaptimin e territorit publik. Nuk mungojnë as rastet kur drejtuesit e automjeteve për të parkuar makinën e tyre ecin edhe mbi trotuar, aty ku kalojnë këmbësorët duke rrezikuar jetën e këtyre të fundit. Nuk mungojnë madje as rastet flagrante, kur automjetet vendosen në brendësi të territorit të banesave dhe bizneseve, e më parë i duhet të përshkojnë distanca të konsiderueshme mbi trotuar për të kaluar aty. Nga njëra anë është abuzimi flagrant i drejtuesve të automjeteve, edhe më pas organeve ligjzbatuese të justifikuar disi edhe nga fakti se në Vlorë mungojnë parkimet publike. Parkime këto që në qytet janë me pikatore aq shumë sa në shumë raste detyrojnë drejtuesit e makinave të shkelin ligjin dhe të parkojnë ku të munden, të parkojnë madje edhe në vendet ku shkelet e drejta të tjerëve për të qarkulluar.